Dukuria e mbidozimit me barëra ka marrë hofe dhe gjatë këtij viti. Kronikat e policisë flasin për 4 raste të këtilla që kanë ndodhur nga fillimi i vitit e deri më tani, si dhe 33 raste gjatë vitit që e lan pas. Rasti i fundit është regjistruar dje kur një 23 vjeçare nga Debrejshi i Gostivaret është dërguar në njësinë urgjente në Gostivar e mbidozuar me barëra për qetësim. Pas asistencës mjekësore që ja kanë dhënë mjekët atje, gjendja shëndetësore e saj është përmirësuar dhe vajza është lëshuar për kurim shtëpiak. Ajo i ka thënë policisë se qëllimi i saj nuk ka qenë tentimi për vetë helmim, por se ka konsumuar 3 deri më 5 tableta, gjoja se të flente më shpejt. Kërkesën në rritje të barërave për qetësim e konfirmojnë edhe farmaceutët. Nga banëtorët e qytetit të Gostivarit konsiderojnë se në rritje është konsumimi i barërave për qetësim, ndërsa në vend të parë qëndron diazepami. Albert Selimi, kuadër i banatores Kenan në Gostivar, thotë se pas barërave që janë kundër dhimbjeve, të dytat me radhë për nga shitja janë qetësuesit. Pas atimve që janë për dhimbje, faktikisht analgetikët, sedativët dhe antidepresantët janë vend dytë po. Antidepresant? Për diazepamat, benzodiazepinët, leksiliumat. A ka ende tendenca nga në qytetarëve që të vinë marrin paraqet të kështu? Ka tendenca të shumta, megjithëse kanë filluar, do të thotë mjekët bashkëpunojnë me ne dhe faktikisht ajo shkon nëpërmjet recetës. Ndërka që ekspertët sugjerojnë që pacientët me depresion para së gjithashtë të konsultohen me një psikolog i cili paraqet për krahje morale për pacientin për të dalur nga humnera në të cilën është zhytur. Madje sipas praktikave të vendeve të zhvilluara, çdo person duhet të ketë nga një psikolog që do ta trajtojë si mjekun am dhe për çdo shqetësim të konsultohet me të, si formë më e sigurt për të mos rënë në depresion.